Jemi mbledhur sot këtu së bashku në Prishtinë të rikujtojmë jetën dhe veprën e madhe të heroit të Kosovës, kolonel Tahir Zemaj, i cili u vrat shtunën e 4 janarit të vitit 2013 bashkë me djalin e tij Enisin dhe kushërimin e tyre Hasan Zemaj. Tahir Zemaj ushtarak me profesion, luftar udhëheqës i dalluar në luftën e Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci, u shua në kohë të paqe. Për Tahirin, për të birin Enisin dhe kushërimin e tyre Hasanin, ashtu sikurse edhe për bashkëtarët e tij dhe gjithë qytetarët e Kosovës, lufta kishte përfunduar qysh në qershorin e vitit 99, ditën kur forcat serbe u tërheqën nga Kosova, por në atë qershor sapo nisi lufta në një kaste të zezë njerëzish, të cilët zhytur në honet të mendësisë serbe e të urrejtjes ndaj kundërshtarëve politikë, bën atentate të mëshme kundër njerëzve më të shquar të Kosovës, shumica të cilëve ishin bashkëpunëtor presidentit Rugova dhe anëtarë të Ligës Demokratike të Kosovës. Në vend të gëzimit të lirisë, Kosova pas luftës për hap keq shijoi dramën tragjike të vrasjes njerëzve më të mirë të saj, intelektual, publicist, gazetar, ushtarak, ekonomist, arkitekt dhe biznismen, u vranë ose u plagosur në aksione tipike kriminale, ndërsa autorët e këtyre akte mizore të shumtën e rasteve akoma mbetën të dështuar. Nëse Liga Demokratike është subjekti më i goditur nga vrasjet politike në Kosovën e pas luftës, ne konsiderojmë se këto akte të liga nuk e kanë goditur vetëm Ligën Demokratike, por e kanë goditur gjithë Kosovën, sepse kanë stërgjatur procesin e vështirë të shërimit të largëve të luftës, procesin e vështirë të normalizimit të jetës institucionale dhe qytetare në vendin tonë. Tahir Zemaj u shpall heroi Kosovës nga presidenti i Republikës Kosovës Fatmir Sejdiu. U shpall për trimërinë dhe veprën patriotike në çlirimin e Kosovës. Heroi Kosovës, koloneli Tahir Zemaj ekzonte gjitha cilësitë njerëzore kombëtare profesionale që i duhen një ushtaraku të shquar, dhe pikërisht këto cilësitë të tij dhe sidomos fakti se ai bashkëpunonte me presidentin Rugova, u bën hal në sytë atyre që nuk e dashin paqen, nuk e dashin dhe nuk e duan dritën, por që jetojnë tërë, vepruan dhe vranë tërë, ata cilët akoma nuk janë zbuluar dhe dënuar dhe prapë mund të vrasin tërë. Tahir Zemaj shpëtoi 2 atentate dhe vetëm fal fatit dhe shkatësisë të tij, mirë po atentati i tretë ishte i kopshëm. Kështu Kosova mbeti pa luftarën e madh të lirisë, pas praktikull dhe simbolin e ushtarakut devot super dhe uneve. Para 10 vjetëve, kur e gjithë Kosova akoma s'kishte përfunduar kremtimin e festës së vitit të ri, dhe kur po shpresonin për një vit tjetër më të frytshëm, ditën e shtunë u mori lajmi 3 ditësh për vrasjen makabër të kolonel Tahir Zemaj, birit të tij Enisit dhe kushërimin Hasan Zemaj, që gjendeshin në shoqërinë e tij dhe për kryer nga vrasës kriminale. Tragjedia 4 janar 2003 bëhet edhe më të mëshme kur kujtojmë se bashkë me heroin Tahir Zemaj u shua edhe djali i tij Enisi, student të Universitetit Prishtinës dhe kushëriri i tyre Hasan Zemaj, kryetari i Forumit Krejniste, Lidhës Demokratike të Kosovës në Deçan, dhe anëtari i kryesisë së ODK-s, i cili bashkë punoi të luftoi pa kursim për lirinë e vet. Hasan Zemaj si i ri ishte një aktivist i shuar në Deçan. Ato ditë prishte të marrte diplomën e Fakultetit të Leksos të Universitetit Prishtinës, por jeta e tij u shua re. Vrasja e tij ishte dhe është vrasje kundër rinisë Kosovës dhe kundër armërisë Kosovës. Dashur familjar Tahir Zemaj, Enisit dhe Hasan Zemaj. Tahir Zemaj, i lindur me 28 dhjetor të vitit 51 në stret të tepër në Deçanit, ishte ushtarak me gradë koloneli,
atë të dashës dhe trim e virtyte personale dhe tradit familjare. Tahir Zema ishte njohur me kolonel Ahmet Krasniqin si kadet Akademisë Forcave Fuqësore në vitin 69. Ishin vetmet që përballuan dhe vazhduan shkollimin nga mbi 30 shqiptarë që kishin filluar me ta. Këta dy burra të Kosovës, dy ushtarë karrierës, dy strateg dhe luftar, u vranë tradhtisht. Tahirin Beli e tij pasi kishte përfunduar lufta, kurse Ahmetin në Tiranë gjatë organizimit dhe luftës në Kosovë. Tahiri përpos specializimeve më të larta në postet komanduese dhe drejtimit të armatimit modern, kishte përfunduar në mashtreturën në forcat ushtarake. Tahir Zema ju arrestuar në vitin 88, u dënuar me 6 vjet burg, ishte figurë kyçe në forcat e Ministrisë Mbrojtjes së Republikës Kosovës, themeluar nga qeveria që vepronte në emigrim me miratim të presidentit Ibrahim Rugova. Ai bashkëpunoi ngushtë me Ahmet Krasniqin, ministrin e Mbrojtjes së Republikës Kosovës, dhe bashkëndit aktivitetet ushtarakës bashkë me Sali Qeka. Pas ngjarjeve të marsit të vitit 98 në Prekas, Tahir Zema i bashkë me 10 vajpror dhe Sali Qeka nisën për Tiranë për ngritjen e themeleve të ushtrisë si institucionet e Republikës Kosovës dhe në këto forca të futen në Kosovë. Tahir Zema hyri në Kosovë në vitin 88, i emëruar si komandant i zonës Dugazhinit. Ai ishte njeri që mbi të gjitha donte të dhënën e vet, e donte Kosovë. Sukseset e tij të veçanta si fitore në betejën e Loqës, fitore në betejën për mbrojtjen e Lukës, mbrojtja e Unikut, luftimet në Lugën e Baranit, të shpëtimit e popullsisë nga masakra për dallit në rrethimin e fshatit Isliq, ishin vepra të dalluara të Tahir Zema. Tahir nuk pranoi konceptet e provokimit, por punoi në mbrojtjen e vendit dhe popullit. Ai u tregu burr i sinqert dhe njeri pajtimit. Presidenti Rugova thoshte, kolonel Tahir Zema ishte një burr i madh i Kosovës, që punoi për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Ai ishte shembull i ushtarakut me kulturë shtetërore, gjithmonë i gatshëm për të mbrojtur e nderuar vendin e vet. Njerëzit e tillë i dorën Kosovës edhe në kohë paqes. Kur u kthye në Kosovë në vitin 2001, Tahir u prit si heron nga populli i Dugazhinit dhe i gjithë Kosovës. Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova dekoroi me medaljen e artë të Nëna Teresës. Dugazhinasit dhe mbar Kosova si kurse dhe shqiptarët nga gjitha viset shqiptare ja bën nderimin e madh në 8 janar të vitit 2003, kur u varros në fshatin e tij të Njitës në Strat Tepër me një pjesëmarrje të njerëzve që vetëm toka jonë mund t'i marrë. Pjesëmarrës të njohur. Sot ne duhet të besojmë se drejtësia sa do vënduar do ta thotë fjalën e vet për këto krime të mëshme, pasojat e cilave janë tepër të rënda jo për familjen e tyre, atyre që psuan, por për gjithë Kosovën dhe të ardhmen e saj. Sado që përvojat e deri tanishme nuk lejon që të jemi shumë optimist se mund të priten rezultate të shpejta, ndërshkimet e kohëve të fundit të autorëve të disa vrasjeve dhe të 8 vrasjeve politike që kanë ndodhur në Kosovë në pas luftës janë si një shkëndije vogël shprese se edhe ekzekutorët edhe indatorët apo urdhërbënësit e këtyre akteve qyqare kriminale, herët avon do dalin para drejtësisë dhe do të marrin ndëshkimin e merituar. Është detyrë gjithë neve të punojmë që Kosova të delë sa më shpejt nga vorbulla e një vendit kriminalizuar dhe të mos lejojmë që imazhin e vendit tonë të lëvos vepra e turpshme e atyre që e bën punën armëzve shqiptarë të Kosovës, duke vrarë fshehura njerëzit më të devotshëm të këtij vendi. Lidhja Demokratike ka promovuar dhe të vazhdoj të promovojë gjithë paqen dhe gjithë paqen, dashurinë dhe tolerancën, si vlera sublime dhe universale të shoqërisë tonë. Por ashtu, Lidhja Demokratike ka kërkuar dhe do të vazhdoj të kërkojë ndëshkimin atyre që vrasin ardhmërinë e fëmijëve të Kosovës. Lidhja Demokratike do të angazhohet për ndërtimin e një shteti ligjor, në cilin do të respektohet jeta e njerëzit, fjala e lirë, dinjiteti njerëzor, në cilin organet e drejtësisë do të jenë të pandikuara nga politika dhe të pavarur në zbatimin e ligjit dhe pushtetutës. Askush nga ne nuk dëshiron që ky vend të gjakojë për motive politike, që në këtë vend burgosen njerëzit dhe të eliminohen për arsye politike. Lufta politike duhet të zhvillohet në rrafshin demokratik, duhet pjesë e votës së lirë qytetarëve dhe bindjeve të tyre për ardhmërinë më të mirë. Objektivi i qytetarëve të Kosovës, si gjithë neve, është kujdesemi për vlerat e vendit tonë, për vlerat demokratike dhe për shtetin ligjor. Kjo është kushti kryesor i perspektivës së qytetëruar dhe të lirë për vendin tonë,
të ardhmërisë tonë evropiane, andaj ne nuk kemi asnjë shtek tjetër, përveç se të realizojmë atë në plotësi, të realizojmë për hir të atyre që mësuan, për hir të fëmijëve të Kosovës, që të meritojnë një vend më të qytetruar, më paqësor, një vend që kishte ideuar që në krye të herës presidenti Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në historinë e re të Kosovës, vepra dhe figurat e Zemaj do të mbeten shembull si duhet vepruar për të mirën e vendit. Kolonel Zemaj do të kujtohet gjithashtu si burr, trim, luftar i lirisë, pra edhe heroi i Kosovës. Ju falenderoj. Zoti bekov Tahirin, Enisën dhe Hasan Zemaj. Zoti bekov gjithë ata që punuan dhe uftimuan për Kosovë.